Kjo është pjesa e atelierisë. Na kena produkte standarde mirë, po mirë me porositë e klientit varësisht se çfarë kërkesë ka. Mallësisë, çarshafit, domethënë këllëfit, organit, stokët për marrë parasysh se çfarë klienti ka kërkesë në ato dhe punojna. Zakonisht janë standardi jonë na që kena bë për nishe, për dyshe. Zakonisht i kena edhe peshqirat atelierisë, të cilat janë 100% pambok, janë peshqira për Evropë, dhe ka peshqirat të saunave, të plazhave. Do të thotë të gjitha llojet e peshqirave i kena na të rëndësishme. Gjitha ata që janë të interesuar ose që merren me këtë pjesën e hotelierisë, ndoshta ju intereson se bëhet edhe brandimi në bazë të emrit të hotelit ose çfarë do të qoftë gastronomisë përgjithësi ndoshta. Po, sipas kërkesës klientit na e bën edhe brandimin të komplet sortimentit të çka e zgjedh ai klienti, pa marrë parasysh brandimin e peshqirave, brandimin e bandimantillave, domethënë jorganave, jastikave, pa marrë parasysh se kërkesës tina nave që punojmë atë produkt. Sigurisht që aq e rëndësishme sa produkti final është edhe prodhimi, procesi i prodhimit, se si shkon hap pas hapi deri tek produkti final, kështu që nëse nuk është mundim për juve, kishim dashur me vazhdu te pjesa e fabrikës pak me pa edhe procesin e prodhimit. Po, patjetër shkema e fabrikës. Erdhëm në fabrikën e prodhimit tonë e Ronisë. Tash jena në sektorin e qepjeve me makinat e vogla, si të shqipen, këto kena robaçit të cilat e prodhojnë, domethënë këllëfin, jastapit, mbulesën, organin, çarshafin me elastik, varësisht mbi kërkesave të klientëve që kena ndaj prodhojmë edhe te kjo pjesa e makinave që janë makinat e vogla. A na pretendon pak me secilin sektor, ndoshta desa të shkojmë tek procesi. Kjo është pjesa e sektorit ku kepet këllëfi i jastapit. Pjesa është pjesa e qepjes domethënë mbulesës divanit, dhe ajo në fund është pjesa e çarshafave me elastik që bëhet. Mandej pasi të qepet, domethënë është pjesa e sektorit ku është paketimi i produkteve që janë prodhuar nga ana e rrobaqepsit. Domethënë mirët paketimi bëhet pas standardave që i kena në Ronisi dhe klientët se çysh e kanë bërë brandimin e artikujve. Është pjesa e prerjes të artikujve ku kena ajo pjesa në fund atje, është pjesa ku prehet materiali, bëhet gati për qepje, mandej edhe finalizohet te pjesa. Domethënë kjo është pjesa e finalizimit të produkteve ku bëhet te pjesa e qepjeve të këllëfave, çarshafave.